Kryeministri Edi Rama deklaroi se mbrojtja dhe kujdesi për qytetarët shqiptar që ndodhen në vendet e lindjes mesme mbetet një nga prioritetet kryesore të qeverisë, në një kohë kur rajoni po përballet me rritje të tensioneve dhe konflikteve. Në podcastin e tij, Flasim, ai foli për situatën e sigurisë në këtë rajon dhe për ndikimin që zhvillimet e fundit kanë edhe për Shqipërinë. Rama theksoi se ofensiva e ndërmarrë nga Shtetet e Bashkuara në bashkëpunim me Izraelin synon të pengojë përpjekjet e Iranit për të zhvilluar armë bërthamore. Sipas tij, Shqipëria gëzon marrëdhënie të mira dhe të qëndrueshme si me Izraelin, ashtu edhe me disa vende të Gjirit Persik, si Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katari, Kuvajti dhe Bahreini, të cilat i cilësoi si partnere të rëndësishme të vendit. Ai shtoi se ambasadat dhe konsulatat shqiptare në rajon janë në komunikim të vazhdueshëm me autoritetet vendase dhe institucionet në Tiranë për të monitoruar situatën dhe për të ndihmuar qytetarët shqiptar që mund të kenë nevojë për mbështetje. Sipas tij, një nga vështirësitë kryesore lidhet me kufizimet në fluturime dhe lëvizjen ajrore. Në lidhje me pretendimet për një sulm të mundshëm ndaj Shqipërisë, Rama i cilësoi këto si spekulime dhe desinformime. Ai theksoi se si anëtare e NATO-s, Shqipëria mbrohet nga mekanizmat e mbrojtjes kolektive të aleancës. Sipas tij, shumë nga këto lajme të reme prodhohen brenda vendit dhe përdoren për qëllime politike, duke përhapur panik dhe informacion të shtrembëruar.